Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ridhësor me mua. Sonte në program janë Fation Softa, eksperti i sigurisë. Mirëmbrëma Fation. Etleva Edelia, autor e programit Gjërat tona, super sukses shumë këtu në ABC News. Mirëmbrëma Etleva. Arber Hoxha, avokat. Mirëmbrëma Arber. Dhe Ervin Garança, avokat, ish prokuror dhe kritik i procesit të vetingut dhe të reformës drejtësi në vend. Apo nuk jam. Aty ku ka gabime, duhet i vëmë duke. Duhet i vëmë duke apo jo. Ja se po na e thotë Evropa, neve s'po shohim gjë, ndoshta duhet vëmë sy se ti shohim këto gjëra që ndodhin në Shqipëri. Okej. E vërtetë është, ose ndoshta hapim syt, edhe nëse s'bëm sy apo jo. Dalim pak, zgjohemi pak nga Evropianët po na thonë që shikoj jeni gabim, po e teproni. Keni majtë goqin kot pa lidhe, keni majtë një grua, keni zjatë rasti hysës, keni zjatë paraburgimin. Ku jeni, qa boni? Pra neve të tregojmë që për një dështim të reformës në drejtësi. Qëllimi i reformës në drejtësi ka qenë afrimi i qytetarëve me drejtësinë evropiane. Ku gjykata e Strasburgu thot je gabim, atëherë neve duhet ta pranojmë. Jo të themi një rrymë që është bërë mbrojtje dobët në Strasburg. Qa mbrojtje dobët? Gjykata ka dosin aty, e ka pa paraburgimin, e shef që gjërat nuk shkojnë. Dhe fatikisht e vërteta është që sot numrit para burgosërve është më i lartë se numrit burgosërve. 60% shifra zyrtare. Shifra zyrtare përballë atyre me vendim formës prerë. Ka tendencë rritje, prandaj kemi një regres për sa i përket lirive dhe drejtave të njerëzit. Mendoj gjithashtu që Strasburg Arber është dhe ndryshe nga Shqipëri për fat keq, se kështu duhet të jetë. Edhe në Shqipëri duhet të jetë, për fat keq nuk është kështu. Që gjykatat, themi për dispozitën e parë e kanë ta shikojnë gjysëm plot gotën për të pandehur. Pra, patjetër është prezumimi i pafajësisë. Po jo vetëm kaq, po ideja domethënë i pandehurin në çdo rast prezumohet që është në pozita më delikate se sa temi akuza. Ka dy parime të cilat janë guri themelit në një proces akuzator, siç duhet që të jetë. Së pari është prezumimi i pafajësisë dhe së dyti është që bara e provës nuk ndodhen mbi të pandehurin, por bara e provës ndodhen mbi organin e akuzës. Sipas parimit, aktori si kubi probatio. Është një parim që në momenti që sistemi nuk është më inkuzitor, por është sistem akuzator, ashtu siç duhet të jetë, bara e provës ndodhen mbi organin e akuzës. Masa e sigurimit arrest me burg, përveç se nga përjashtimi është kthyer në rregull, sigurisht që sjell dhe cënimin e këtyre dy parimeve. Pas pari, një person i cili ndodhet prapa hekurave, vizualisht, metaforikisht dhe ligjërisht nuk prezumohet më i pafajshëm edhe në sytë e gjykatës, dhe së dyti, bara e provës nga organi i akuzës, pra nga organi procedurial, kalon të i pandehuri dhe mbrojtësi. Shiko, dhe unë ngrita editorial. Pra ideja është, shiko, unë mendoj që prap ka vend për interpretim. Pse ka vend për interpretim, them unë? Sepse nuk mendoj që një person i cili është nën akuzë për grup të organizuar kriminal po flas. Pra unë nuk mendoj që një person që është mbi 41, që është për grup strukturar kriminal, që është i akuzuar për vrasje të personave me cilësi spikave, ku them policë, prokuror, gjykatës etj. Mund të rri për krah avokatit tim në një vend si Shqipëria. Në vend si Britania ndoshta, në vend si Shqipëria jo. Por, dhe temi, këtu pastaj hanë debat, në cilën akuzë ti ke drejt mos rish në ato pozicion, dhe cilat akuzat të lënë realisht në pozitat të izoluara. Për shembull, mega proceset e mafes italiane në mes viteve 90 u bën në këto kushte, pra ata rinin në qelit izoluara, me xham, të blinduar etj, andepiume etj. Pra, ka shumë arsye pse ti ri prapa atij gardit të blinduar, të xhamit apo të ekur. Nuk jam i sigurt që është ky rasti i Beshajt, por edhe i Metës, edhe i Veliat me thënë vërtetën. Për sa kohë akuzat janë ato që janë publik. Le t'i bëjmë dy gjëra. Së pari, kodi procedurës penale thotë që të gjithë të pandehurit dalin në gjendje të lirë përpara gjykatës. Në gjendje të lirë nuk kupton jo vetëm pa pranga apo pa mjete të tjera shtrënguese, por si qytetar të lirë. Pra nuk thotë për një sërt kategori të caktuar veprash penale. Dhe duhet thënë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, përveç një salle, gjithë të pandehurit e tjerë dalin si qytetar të lirë përpara gjykatës. Përfshirë ata që janë përfshirë edhe ata të cilët të përvrasje dhe vepra të tjera penale shumë të rënda, ulën për krah avokatit.